Rreshjet e dëndura të shiut që kanë përfshirë ditët e para të vitit 2026 kanë shkaktuar vështirësi të shumta për banorët e disa zonave në Malësi. Situatë problematike është shënuar dhe në fshatin Dinosh në komunën e Tuzit, ku sasia e madhe e rreshjeve ndikon drejt për drejt në jetën e përditshme të banorëve. Si pasojë e shirave të pandërprerë, lumi Cem ka shënuar rritje të ndjeshme të prurjeve, niveli i ujit është rritur ndjeshëm, duke shkaktuar shqetësim tek banorët për rrezikun e përmbytjeve, veçanërisht në zonat pranë shtratit të lumit, akset rrugore dhe tokat që shërbejnë për kullosa. Përveç rrezikut nga uji, banorët janë përballur edhe me mungesë të energjisë elektrike dhe furnizimit me ujë të pishëm. Sipas tyre, ndërprerjet nuk kanë zgjatur shumë, por kanë qenë të shpeshta. Megjithatë, mungesa e energjisë elektrike vështirëson ndjeshëm jetesën në ditët e ftohta të dimrit, sidomos për familjet me fëmijë të vegjël dhe të moshuar. Siç edhe mund të shihen pamjet nga kamera jon, në fshatin Tojeq, rreshjet e shiut kanë sjellur sasi të mëdha uji, duke vërshuar nëpër tokat përreth, hapësirat e gjelbërta, të cilat shërbejnë si vend pushim dhe park improvizues për fëmijët, si edhe segmentet e rrugëve rurale. Rryma e ujit është e fortë dhe në disa vende ka krijuar vështirësi në qarkullimin e mjeteve për banorët e zonës. Kjo situata aktuale rëndohet më shumë nga yjet nëntoksor, të cilat dalin në sipërfaqe, duke depërtuar nëpër rrugë, toka dhe deri shumë pranë oborreve të shtëpive banuese. Kjo dukuri natyrore ka bërë që niveli i ujit të rritet edhe më shumë, duke shtuar rrezikun për dëme materiale dhe përkeqësim të gjendjes aktuale. Lidhur me këtë situatë, ne intervistuam banorët e Dinoshës, Ali Beqiraj dhe Ermin Kajoshaj, të cilët për televizionin ton u shprehen. Po faleminderit ekipit të televizionit Bojnë që vinë çdo herë nuk na harrojnë as kur është mirë, as kur nuk është tirë. Pra ndodhemi në një ditë shumë të vështirë, me shi, me erë, me borna në përbjesht, e ky lumi ynë Cemi që vjen nga Bjeshti e Emuna ka marrë një pamje shumë vërshuese tash, por pak a shumë ka ra niveli i ujit se është ballë më ftohtë në Bjesht. Tu ndodhemi në urën e Dinosh Kamsore, e cila para disa viteve ka qenë e përmbytur krejt. Tash ti, si me thonë, ka ra niveli ujit, por mirë ishte kënë se edhe atër ka pa apelua që projektantët të bajnë biseda me njerëzit e venit që dine se der ku mund të arri uji, sa mund të arri, nuk është të thonë se çdo herë në çdo rreshje me më përmbyll këtë urë, por unë dhe me thonë, e mbaj me të para disa viteve ku krejt pamja e kësaj urë është kanë e përmbyllun, ashtu që rrezik edhe me e prish, por është ndërtua vonë edhe ka kalua shumë mirë. Deri tash nuk ka pasoja të mëdha fshati Dinosh, se fshati Dinosh nuk mund të përmbytet me ujna, dhe me thonë vetëm paka shumë livallet e gjanat, se është në atë pozitë geografike e cila të gjithë uji shkon poshtë, por ishte me kënë mirë që t'i hapin sytë edhe të Dinosh se ka vendet të cilat mundet të përmirësohen edhe ma mirë, sepse që pa më para atje në ulicën e Leut, ajo është pënua, por është vetëm një vend, se ka dhe tjera vendse që është nevojshme që të përmbledhet ai ujë e të vazhdojnë në kanionin e lumit Cem. A ka pasur pasoja tek afër shtëpive të banorëve, po për sa i përket edhe qarkullimit gjithashtu, pra si kanë qenë këto ditë? Po këto ditë shihet se tanë Malësie, kudo në Maltëzi ka probleme me qarkullime, po në Dinosh jo. Tash për tash nuk ka pas sa kem në dieni, por divallet e këto gjanat e ndonjë shtallë të vogla, po ndonjë podruma, se si më thonë, kanë pas, por jo dame të mëdha siç kanë për tjera vendse, Dinosha nuk ka. Po për sa i përket energjisë elektrike, ka patur shkëputje të rrymës apo edhe të ujit të pishëm? Energjia elektrike këtu në Dinosh kem pa përdor më parë se kanë thonë edhe nëse veton gjemon këtë mënyrë katu në Arçe, në Dinosha met pa rrymë. Në më thonë ditën e djeshme kemi met një 7 tetor, edhe sot disa herë, e në Dinosh fatkeqësisht, kur ndal rryma, ndal edhe uji me një herë, por prap mirë bollë është kur vjene nuk mesame se ka vend se edhe ma zi, atër nuk o te përkeq me ankua, se kur ka ma dop, prap mirë bollë falë ekipeve të terenit ata i kuptojmë na, se nuk mundet me punua gjykua pa gjykua që thomë na, por prap mirë bollë kalohet kur vjene, duhet mu pajtua se u kom rri gjenerata që mos të kthehna në ata, por faleminderisht që na kanë kujdes se inshallah do të përmirësohet, a muj ma mirë edhe ma mirë mundet. Atëherë shumica e banorëve këtu në Dinosh jetojnë dhe nga bujqësia dhe blegtoria. Si ka ndikuar moti për sa ju përket pra edhe bagëtive, doja të thoja? Po tashti janë pakua dhe bagëtia e blegtoria për Dinosh, por të gjithë e dine se dimni e ka të vetën.
vjeshta e ka të vetën, por dimni e vjeshta i kanë ato gjana, e me kohë duhet të dine se duhet për bakti me pregadit gjanat se mund të ndodhin kësho ditëve, mund të ndodhin edhe me borë, që u maj me të lebore acare akull, dhe me thonë nuk ka problem as për të se të gjithë pregadisën kohën për to. Sa i përket dinoshës, me të vërtet në qoftë se ka rishje të mëdha të shiut, kemi përmbysje të livadheve. Jo që ka ndonjë efekt në shtëpia ose tek ndonjë pronë e cila mund të ketë dëmtim, thjesht për faktin se livadhet ose kullosat e dinoshës nxinën dhe përmbysën nga uji. Ky është për faktin se kalimet e ujrave, cilat vinë si pasojë rreshjeve të mëdha, nuk është ende i rregulluar dhe besojmë dhe apelojmë tek qeveritarët lokal, po dhe ata qendror që të reagojnë dhe të bëjnë diçka ti themi drejtojnë këto ujrat të cilat vinë si pasojë rreshjeve të mëdha dhe të rregullojnë këtë pjesën e problemit të ujit. Këtu pranë nesh kemi edhe një bukuri, një fenomen natyror, i cili me të vërtet është marramens dhe shumë i bukur në lagjen këtu në Tojeq. Kemi një murve cila gjatë rreshjeve të mëdha të shiut nxjerr ujë nga vetë trongu i saj. Kështu mund të shohim edhe ne se me të vërtet uji është i pa kontrolluar, sidomos në këtë zonë në të cilën gjendemi tani, por gjithashtu ka edhe zona tjera në Dinosh, të cilat nuk mund të kontrollohet uji i cili vjen si pasojë e rreshjeve të shiut. Konkretisht kjo zonë në të cilën gjendemi tani, nisjen e ardhjes së ujit e ka nga zona e vendbanimit të Dukve, dhe kjo themi zonë e cila është e përmbysur tash me ujë, ky ujë gjithë i shkon në lumin Moraç. Gjithashtu në anën tjetër të vendit që jemi tani, kemi edhe një kalim të ujit i cili shkon deri tek fushat e Dinoshës në Vozare, me të cilën besoj se mund të punohet më shumë, sepse deri me tani nuk kemi një rregull themi ose një dhenje të kahjes të ujit, qoftë ajo edhe me tubacione apo me ndonjë ndërtim të kanaleve, i cili është më se i domosdoshëm, thjesht për faktin se uji çdo herë që është një rreshje më e madhe, kalon nëpër pronat të qytetarëve dhe fshatarëve të fshatit Dinosh dhe besojmë se do ishte më se e domosdoshme që një rregull, qoftë ai se thash në tubacion apo në kanale, të rregullohet dhe ky ujë t'i jepet një drejtim në kahje të lumit Sem, sepse mund të shohim edhe me pamje se zona e fushës në Vozare është komplet e përmbysur dhe shpresojmë se organet kompetente do të kenë kuptim ndaj këtyre kërkesave që nuk janë vetëm sot, por vite me radhë për një themi infrastrukturë më të mirë sa i përket këtij problem. Atëherë ju si banori këtij vendi dhe me aq sa jeni të informuar, a ka patur probleme ose shqetësime nga vetë banorët, sidomos nga urat nëntoksore, ku siç po shikojmë janë të shumta dhe kanë penguar atyre edhe në jetën bujqësore dhe blegtorale? Po faktikisht ky është i vetmi problem, sepse temi probleme materiale deri me sot nuk ka pas në fshatin Dinosh, shkaku i ujit nga rreshjet, por çdo problem ishte në për zonat ku ata i kishin kullosat për bakti, në vendet ku edhe kishin bletët dhe mendoj se ky është i vetmi problem të cilin e shkakton kjo dukuri, kur kemi rreshje të mëdha të shiut.
dhe prap them sa i përket pasojave materiale, probleme me shtëpi, deri me tani nuk ka pasur, por shpresojmë se edhe ky problem do të zgjidhet së shpejti. Atëherë duke qenë se shqirat kanë qenë vërtet të rrëmbyeshëm, ka qenë shumë ftohtë madje edhe erëra, si ka qenë gjendja me energjinë elektrike? Keni patur shkëputje të energjisë apo të ujit në këto zona? Ditën e djeshme kemi pasur shkëputje, ndoshta themi një 6 orë, por probleme më të mëdha këtë sezon dimror themi nuk kemi pasur. Ky është dita e djeshme ishte një prej ditëve të rradha të cilat kishin probleme me energji elektrike dhe me ujë, kështu që mendoj se situata sa i përket këtij lloji problemi është në rregull në Dinosh. Po për sa ju përket qarkullimit të automjeteve, nuk ka patur pengesa? Deri me tani jo, nuk ka pasur. Ato ujëra që ishin veç se kanë filluar të ulen, thjesht për faktin se ndoshta temperatura është ulur në Bjeshk dhe ka filluar rreshjet e borës dhe kjo e bën që të ulen nivelet edhe të lumit Sem, po gjithashtu edhe të ujërave të cilat vinë sipas rreshjeve të shiut. Ja pra ndodhemi në vendin e ashtu quajtur Brek Jaz, dhe më thënë të vlerësohet edhe puna e komunës e cila ka bërë një punë të mirë, se ulica e Leut, e cila është kene përmbytur shumë, unë si fëmijë pa i metë që me sa koha fshatarët e nalt pjesës Dinosh nuk kanë mujtë të udhtojnë me kam, se ka ujë aq i shumë, komuna fal pynet ka bërë një përpjekje shumë të mirë edhe ka përmbledh të gjithë ujin përmes të tubacioneve, edhe e ka përfundua këtu në lumin Sem që po shihet siç është. Fal tynet kishte me qenë mirë që edhe tjera vende që ka kësi ujnave në këto rreshje kur ka komuna të përkrahi edhe tjera nevoja të fshatit Dinosh. Ndodhemi në vendin e Llamgjartnit, aty ku lumi Sem e rrezikon rrugën mas së tepërmit. Këtu vetë para disa vjetëve e kam parë që janë kanë disa ore përmbyllur kjo rrugë, ashtu që ata që janë kompetent për anë të rrugëve kishte me kanë e mirë që njerëzit që jetojnë këtu në fshatin Dinosh apo Milesh të kontaktojnë me ta, se kur është ba programi tash, mendoj ashtu kam dëgjuar se rruga Tuz Dinosh do të përmirësohet me rrugë moderne, ashtu që mos lehet këtu, nëse nuk qohet edhe 1 metër mas paktit, prap do të vinë kohrat se rreshjet e lumit Sem e bajnë ata. Pra kish me apelua që të kontaktojnë ata projektantat të cilët projektojnë këtë rrugë, se ne mas mirit dime se der ku arrin lumi Sem. Mua më ka tokua, por ta shëndrua kjo pamje këtajt e rrugës, që edhe në këto livale këtej në anën e majtë që ndodhemi ne, i ka përmbyt me sa e sa hera lumi Sem. Pra e mirë kishte me qenë që të interesohen ata që duhen të marrën me këtë rrugë, mos të lënë në këtë nivel prapë se shkakton probleme për rrugtarët e gjitha anëve të Malësisë. Sipas parashikimeve meteorologjike në vendin tonë, rreshjet pritet të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, prandaj është e këshillueshme kujdesi i shtuar dhe të evitohet dalja e panevojshme nga shtëpia.